Ky trajnim që sot dhe nesër kena me synu me majt, ka për qëllim me nis një frymë tre, e cila duhet të jetë fryma gjithëshëqënore në trajtimin e dezinformatës. Ato që kena me synu gjatë ty në ditëve, me nda me juve, është me i pru përvojat më të mira prej institucioneve ndërkombëtare, prej mekanizmave ndërkombëtar në trajtimin e dezinformatës. Pra, dallimin mes dezinformatës dhe keq informimi është që keq informimi del një lajm, çaj plasohet, mundet mu permisu me u kthy edhe kush gjë kërkujna. Ndërsa kur po flasim për dezinformim, kemi të bëjmë me fushat, që nën kupton, kemi seri të lajmeve, cilat mujnë mos mu publikohen në të njëjtën ditë, publikohen kohë pas kohe, publikohen në mënyrë të sinkronizuar dhe publikohen shpeshherë pa mujt na me i thonë porran.